Avdesi është parakusht për të falur namaz në islam. Përjashtem në këtë rend rregullash nuk u bë as këtë të premte në xhaminë e madhe në Prishtinë. Megjithatë, këtu pati një risi të madhe për faljen më të rëndësishme të javës. Besimtarëve i u bashkua një personalitet i rëndësishëm i fesë islame me përmasa globale, Bandar Balela, që është njëri nga imamet e Qabës në Mekë të Arabisë Saudite. Mysafiri përshëndeti të ardhurit këto, me shprehjen që është e gjuhës së tij, por të cilën e kupton secili që i ka dy fije dije me islamin. Lajmi për ardhjen e Balelas bëri që krejt hapësirat e xhamia e madhe të mushet me xhamatlinj. Mirë është na si besimtar që jemi këtu edhe ai besojmë që është i mëshëm edhe din edhe si vje këtu na jemi të kënaqur. Dikush është i bindur se imami i Qabës ka ardhur me ndonjë si hareq. Veçantë kur vjen ai normal është, se diçka në rësi, diçka tre, diçka ep, diçka. Imami që ka nderin e madh për të udhëhequr muslimanët në xhamin më të famshme në botë, u respektua duke i dhënë privilegjin e mbajtjes së ligjëratës obligative të xumas. Gjatë hutbes së tij, ai theksoi rëndësinë e ruajtjes së vlerave islame, forcimit të besimit dhe unitetit në mesin e muslimanëve, duke përquar mesazhe paqeje, mirësie e drejtësi. Balela erdhi në Kosovë për të qenë pjesë edhe e garave kuranore ndërkombëtare të organizuara për herë të parë nga BEK në bashkëpunim me Arabinë Saudite. 22 vende po marrin pjesë në këtë kompeticion. Mësimi i Kuranit përmend, ose po ndryshe hifzi që i thojmë na, recitimi i Kuranit famlar. Pjesëmarrësit në këtë garë janë me grup mosha të ndryshme. Disa nga më të vegjëlit thanë se është ndjenjë e veçantë pjesëmarrja. Është hera e parë dhe emocione nuk kam shumë se kështu normale është. Emocionet janë të papërshkrueshme. Kuranin e kam mësuar që vogël në konvekt hafizesh. Nga BEK thanë se janë të privilegjuar me ardhjen e Balelas në Kosovë.